Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takojmë sërish me ju këtë herë për të folur për një histori të dhimbshme por me shumë shpresë brenda. Aty ku ka dashuri, ku ka luftë, ka gjithçka, duron çdo gjë. Dhe mua më ka ndarë historinë e saj një vajzë 24 vjeçare, e cila dëshiron të tregon dhimbjen që ka kaluar në jetë. Unë jam një vajzë 24 vjeçare, e rritur pa baba, me një nën që luftoi të na riste me dinjitet. Ndonse shpesh e pamundur t'ja dal. Jetën nuk e kam pasur kur të lehtë. Kam qenë një vajzë e heshtur, me shumë ëndra të mbyllura në një zemër që ka njohur më shumë dhimbje se sa gëzim. Kisha besuar se gjithmonë një ditë do të vinte ai njeri që do të më përqafoj fort dhe do të më thoshte: tashmë ti je sigurt. E ajo ditë erdhi. Apo kështu unë mendova. U njoha me një djalë që më ngjalli ndjenja të thella, të pastra e të vërteta. Ai quhej përparim. Ishte i ndryshëm nga të tjerët në fillim. Më shikonte ndryshe. Më dëgjonte kur flisja. Më jepte ndjesin se jam e rëndësishme. Për mua ai u bë një dritë në errësirën time. E dashurova me shpirt. E pash si burin që do të ndërtonte me mua jetën, që do të më mbronte nga gjithçka. U martuam. Me zemër të dridhur, hyra në shtëpinë e tij, e gëzuar se po filloja një kapitull të ri. Por gëzimi mu kthye në ankth që në javët e para. Nënën e tij e kisha ndjerë të ftohtë. Motrat e tij më shikonin sikur isha armiqja e tyre, jo nusja që po vinte me shumë dashuri. Fjalët e para që dëgjova nga goja e vjerës ishin të mprehta si thikë. Ti s'je e denjë për djalin tim, dhe asnjëherë nuk ndryshuan këto fjalë. Dita ditës, dhuna psikologjike u bë pjesë e jetës time. Qortime për çdo gjë, si ria, si flisja, si qeshja, si ecja. Nuk po më jepnin shans të marr frymë si njeri. Një ditë, motra e tij më shtyu në korridor vetëm pse nuk i kisha vendosur mirë pjatat në dollap. E ai, buri im i heshtur, nuk më mbrojti. Nuk më tha asnjëherë: mos e prekni nusen time. E pranova me heshtje duke menduar se do të vinte një ditë që gjithçka do të ndryshonte. Por ajo ditë nuk erdhi kurrë. Ai filloi të ndryshonte. Filloi të më trajtonte si të isha një send. Më ofendonte, më shtynte, më kapte me forcë për krahësh, më bërtiste për gjithçka. E unë e doja. Ende e doja. E falja për gjithçka, se për mua ai ishte shpresa përkundër dhimbjes që mua më jepte. Jetova në atë shtëpi për vetëm 2 muaj e 2 javë, por mu duken si vite të tëra vuajtje. Çdo ditë ishte një betejë për të qëndruar e gjallë, për të mos rënë në një humner që nuk do të dilja më kurrë. Edhe pse nëna ime më thoshte: kthehu bi, se jeta jote nuk është kjo. Unë mendoja se dashuria ime ishte për djalin që e doja, dhe për të, ai do të ndryshonte çdo gjë. Por zemra ime u thye në mijëra copa. Ai më lëndoi, më braktisi, më poshtëroi, e kur më pa të rënuar, as nuk më shikoi në sy,
e as nuk më kërkoi falje. Por unë fjalët që dua t'ja them publikisht sot janë këto. Zemër, unë jam e lënduar, por pjesa jote e shpirtit tim, ajo që të dashuroj me sinqeritet, ende të ndjen. Unë të mbaj në bark një copë gjaku tëndin, një jetë të vogël që do të vinë në këtë botë si dëshmi e dashurisë time, edhe pse ti më dhe vetëm dhimbje. Ky fëmijë, sepse zonja është atë zënë, nuk do të njeh dhunë. Do të njeh një nën që do të luftoj e do të jetë e fortë, që do të qajë në heshtje, por do të buzëqesh për të. E di që nuk meritova të më thyeje zemrën, sepse aty ku të tjerët më mohuan, tek ti gjeta mbështetjen. E ndjeva si kur Zoti më kishte sjellë një dritë, por ndoshta ajo dritë ishte thjesht një mashtrim. Kam vendosur të ri larg teje, edhe pse më vret kjo largësi. E vetmja mënyrë për të mbjetuar, unë të dua dhe do të dua deri në frymën time të fundit. Por tani, këtë dashuri do ta mbaj në heshtje. Nuk do ta shes për keqardhje. Nuk do të lyp më për mirëkuptim. Do ta ruaj si plagë dhe si kujtim të një dashurie që më dogji shpirtin, por që më la në dorë një dhuratë që do të më ndryshonte jetën. Fëmijën tim. Dhe një ditë, kur ai fëmijë do të rritet, do të tregoj se si dashuria ndonjëherë të lëndon, por gjithmonë na mëson të jemi më të fortë. Unë jam 24 vjeç. Kam kaluar më shumë se ç'mund të mbaj një grua në kurisë. Por ende jam në këmbë, ende jam nën. Dhe këtë dhimbje do ta ndjej dhe do ta kthej në forcë. Por netët janë të gjata. Kur shtrihem në shtrat dhe vendos dorën mbi barkun tim, e ndjej si më flet kjo jetë e vogël brenda meje. I flas shpesh. I them që mami është e fortë dhe do të luftoj për të. I premtoj që s'do të njoh asnjëherë atë që kam përjetuar unë. As dhunën, as përçmimin, as poshtërimin. I premtoj që do të rritet me dashuri, me butësi, me përqafime që nuk shtrëngojnë për të lënduar, por për të mbrojtur. E ti, i dashur, ndoshta një ditë do ta kuptosh sa shumë ke humbur. Do të kujtosh një vajzë që të deshti më shumë se veten, që e la gjithçka për ty, që e duroi edhe për të pamundshme, për një ndjenjë që sot jeton vetëm në heshtje. Po kur ajo ditë do të vi, unë s'do t'jem më e njëjta. Do t'jem më e fortë, më e mençur dhe mbi të gjitha. Do t'jem nën, dhe kjo dashuria është më e pastër që mund të shpëtoj për jetë. Kjo është historia që kjo vajzë 24 vjeçare ka vendosur të ndaj me mua, dhe brenda historisë dëgjova një fjalë që tha: unë kam vuajtur shumë, ti je akoma shumë e re, je 24 vjeç, dhe jeta unë e di që do të surprizoj për të mirën tënde.